Në Vlorë duket se sezoni plazhit nuk nje më kufi sezonal. E hëna e pushimit e datës 6 prill pas Pashkve Katolike ka sjell një gjallëri të pazakontë për gjatë vijës bregdetare, duke kthyer qytetin në një pikë tërheqëse për shumë vizitorë. Temperaturat e larta në këtë periudhë që kanë arritur deri më 22 gradë Celsius kanë krijuar kushte ideale për të shijuar detin dhe diellin, edhe pse jemi ende në pranverë. Qytetarë nga zona të ndryshme të vendit të huaj, por edhe vetë banorë të Vlorës kanë zgjedhur të kalojnë këtë ditë pushimi pranë detit. Shumë prej tyre kanë përfituar nga moti i favorshëm për të ushtrirë në rër, për të marrë zë dielli, apo edhe për të hyrë në ujë, duke sjellë pamje tipike vere në fillim të muajit prill. Atmosfera përgjatë lungomares ka qenë mjaft e gjallë gjatë gjithë ditës. Familje, çifte dhe grupe të rinj kanë mbushur shëndetore në Buzdetit, duke shijuar ajrin e pastër dhe temperaturat e buta. Fluksi i lartë i vizitorëve ka sjellë edhe rritje të ndjeshme të qarkullimit të automjeteve. Në disa akse kryesore të qytetit është regjistruar trafik i rënduar, veçanërisht në zonën e lungomares, ku lëvizja ka qenë më ngadalë për shkak të numrit të madh të makinave. Megjithatë, kjo situatë shihet edhe si një sinjal pozitiv për turizmin. Vlora vazhdon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara në Shqipëri, duke tërhequr çdo vit më shumë vizitorë vendase të huaj. Fillimi i hershëm i frekuentimit të plazheve sugjeron një sezon turistik i cili duhet të jetë në pritshmëri. Të shumt kanë qenë qytetarët që kanë zgjedhur pikërisht të shëtisin gjatë kësaj dite. Me mod të ngrohtë dhe të qetë, Vlora ishte kështu destinacioni i shumë qytetarëve vendase të huaj gjatë kësaj të hëne.